Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Myftënisë të Tovës, reflektimet e Ramazanit, 29 ditë, 29 mesazh. Sot do të prekim një temë që është pika e fortë e shqiptarëve, pika e fortë e muslimanëve shqiptarë të këtij vendi. Pra sot do të flasim për humanitetin, për humanizmin, për bamirësinë, për sadakan, e kështu me radhë. Me që jemi edhe në muajin e bekuar të Ramazanit, tema për cilën do të flasim sot është vlera e humanitetit në muajin e bekuar të Ramazanit. Njeriu i cili do të flas për këtë temë është një njeri që ne të gjithë e njohim sa i përket aspektit të bamirësisë dhe humanitetit. Sot mysafir e kemi hoxhën e nderuar Nuhi Efendi Gania, imam i xhamisë së Gamgamit dhe përgjegjës për sektorin e humanitetit pranë Muftinisë të Tovës. Selam aleikum hoxh, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se ju gjeta. Meqense jemi në ditët e muajit më të bekuar, më të shenjtë dhe më madhështor, meqense vetë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam e kanë cilësuar si të tillë, lutë Allahun e madhruar që ky muaj të na kish gjetur në familjet tona me begatitë e tija, nga ana tjetër gjithë ditët të cilat i kemi agjëruar nga ky muaj, Zoti na i pas pranuar, duke lutur Allahun që ditët të tjera në vijim të cilat i kemi që na kanë ngelur të jenë ditë të lehta, ditë ku do të ketë atmosferë punë dashurie dhe Zoti i pas pranuar edhe këto ditë të cilat i kemi pra deri në fund me ardhjen edhe ditës së festës që është dita e Fitr Bajramit. Amin inshallah. Hoxhë nderuar, para se të dalim te pika kulminante e temës të humaniteti, cili është qëllimi kryesor i agjërimit sipas ajetit 183 të surës Bekare, ku na drejtohet Allahu xhaleshanuhu dhe na bën obligim agjërimin. Gjithmonë kur dikush don të jep mesazhin e ruan për në fund dhe fjala e fundit e versetit vargut 183 të surës Bekare, ajeti i cili zbriti dhe obligoi besimtarin musliman dhe besimtaren muslimane me këtë ibadet që është nga shtyllat e fesë islame, është la'allekum tettekun. Pra, o ju që keni besuar, është bërë juve obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim tek popujt para jush, vetëm e vetëm që ju të ngriteni, të formoheni, të paiseni me devotshmëri. Dhe mesazhi pra i këtij ibadetit të madh dhe synimi objektiv i këtij ibadetit të madh që Allahu e obligoi besimtarin musliman është pikërisht që ta forcoj, ta pasuroj me devotshmëri. Pejgamberi alayhis salam kur ka fol për devotshmërinë, ka thënë se devotshmëria është ha huna duke prekur gjoksin, e brenda në gjoks është zemra, pra shtëpia, vendi, strehimi ku në të gjendet devotshmëria e njeriu është pikërisht zemra, por njëjtën kohë zemra bën vend edhe për disa cilësi të tjera, dhe njeriu i cili ka besim, ka mbuluar zemrën e vet me besim. Dhe ai besim ja ka zbukuruar zemrën me devotshmëri, në atë zemër nuk mund të ketë zili, smir, urrejtje dhe plane djallëzore për vllaun, për fqiun apo edhe vetë shoqërinë. Pra, ky muaj i shenjtë, ky obligim është thjesht një ibadet i cili besimtarin musliman e përsos në formim, në devotshmëri, e devotshmëria dihet se e kanë definuar dietarët islam se është atë që Zoti të ka bë, atje duhet të jesh ku të ka urdhëruar, ndërsa atje ku ta ka ndaluar, fare nuk duhet të gjendesh në ato vende. Allah ju shpëlbeft. Me që jemi në muajin e Ramazanit, në muajin e agjërimit. Ne dimë se besimtarët, jo vetëm për Ramazan, edhe jashtë tij kanë një zemër të butë, një zemër e cila gjithmonë tenton të bëjë bamirësi. Mirë, po kur vjen muaji i Ramazanit, sikur kjo ndjenjë shtohet. Si ndikon agjërimi te bamirësia te besimtari? Feja islame është një fe e cila pos që trajton atë rrafshin vertikal, pra e lidh robin me krijuesin, trajton dhe edukon besimtarin në rrafshin horizontal. Dhe nëse i referohemi ajeteve, vargjeve kuranore, do të shohim se
atje ku Allahu kërkon në nështrim ndaj vetës Zotit, paraprakisht e ka lidhur edhe me bujarin, fisnikërin, humanitetin që duhet të ketë ai rob i Zotit. Thot, ekimu salate wa atu zeka. Zekati, dhënia e zekatit është ajo që reflekton humanitetin të besimtari musliman. Shumë hadithet pejgamberit alayhis salam flasën dhe edukojnë dhe kemi praktikën e Resulullahit, por edhe të sahabëve të cilët ishin shumë human, ishin njerëz të cilët qanin hallin dhe ishin dorë e zgjatur për zgjedhjen e problemeve që nga aspekti i strehimit, kur ne dim kur muslimanët u shpërngulen, bën hijretin nga Mekka për në Medinë, medinasët të cilët ishin musliman, kishin pranuar islamin, ata vëllezërit e tyre muhaxher i strehuan në shtëpitë e tyre, nëse dikush kishte shtëpinë e dytë ja falte vllaut të tij nga Mekka. Nëse dikush kishte një shtëpi e dante shtëpinë për gjys, ashtu siç edhe tek ne ndodhi, me rastin e dëbimit të vëllezërve tonë nga Kosova, nga një regjim do të thoja terrorist, në kohën e Miloševićit, dim ne se këtu tek ne, tek trojet shqiptare ka ndek kufirit, pra në Maqedoninë e Veriut, muslimanët treguan atë shpirtin human që kanë për vëllezërit dhe ne nuk i ndajtëm nga sofrat tona, nuk i larguam nga strehet tona të shtëpive tona, ata u bën pjesë të pandashme të familjeve tona. Pra, pejgamberi alayhis salam mjafton mjafton thënia e tij profetike kur thotë se më i miri nga muslimanët është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Dhe pikërisht kjo frym e ka ndërtuar edhe karakterin e muslimanit, por nga ana tjetër marrëm edhe atë pjesën tjetër kur flet për botën e ahiretit, kur Allahu neve nuk do të na pyes sa e kemi ngopur barkun ton, por ku ja kemi ngopur barkun. Nuk do të na pyes neve në çfarë shtëpiash kemi jetuar, për ku ne ja kemi zgjatur dorën të sigurojmë një streh, një shtëpi të ngrohtë. Dhe pikërisht kjo e ka bërë që besimtari musliman të jetë i ndërtuar me karakterin e një bamirësi, një humanisti, dhe kur vjen muaji i shenjtë Ramazanit, kjo reflekton akoma më shumë, dhe muslimanët gjatë muajit të shenjtë Ramazanit vërtet reflektojnë atë mbrëmsinë e tyre që kanë, se ata gjithmonë janë dora e zgjatur për njerëzit të cilët kanë nevoja, për shtëpitë të cilët kanë jetime, si dhe për gjithë ata të cilët pra në një farë forme kanë nevojë që dikush t'ju ndihmojë. Thonë kjo çdo vit sa vini shtohet, çdo vit më shumë e vërtetojnë besimtarët e Tetovës se ne jemi aty sa herë që vllau ynë. Alhamdulillah, falenderojmë Zotin që jemi në një shoqëri, në një komunitet i cili komunitet ka dëshmuar veten e tij për sa i përket çështjes së humanitetit, dhe për sa i përket asaj se sa janë besimtarët human gjatë Ramazanit, unë mendoj se do ta prekim këtë më vonë, por mjafton ajo që besimtari musliman për objektiv apo synim të jetës së tij e ka që e din se kjo jetë është e shkurt, është e afatizuar, e din se gjithat pronë që ka, pasuri që ka, nuk është zotësia tij, por është dhuntia, begatia e Allahut, dhe se Allahu ka kërkuar nga besimtari që ai të jep borxh kujt, atij i cili e furnizon, që është Allahu, dhe thot, ma jep borxh që t'ja u kthej shumë fish. Dhe tek Zoti, kur flitet për shumë fishin, tek njerëzit nëse e merr një borxh e kthen aq sa i ke marr. Ndërsa tek Allahu është me 10, me 70, por edhe me 700. Dhe shumë njerëz të cilët kanë ndihmuar në aktivitetet humanitare, pastaj më kanë ardhur dhe më kanë thënë, hoxha, se nëse unë i kam dhënë 5.000 euro, beso mbas një javë Allahu mi ka kthyer 15.000 euro. Pra pikërisht
Allahu e ka lifduar dhe ka thënë se në ditën e llogarisë, ditë kur nuk do të ketë hije tjetër, por hije së arshit të Allahut, do t'jetë i strehuar në hijen e tij ai i cili dora e tij e majt nuk e din se çfarë ka dhënë dora e djathtë. Kjo flet për atë të brendshme në njeriu, besimtarin, ndërsa nga ana tjetër kemi vargje të shumta të cilat flasin se njeriu duhet të jetë human, por edhe atë humanitetin edhe ta reflektoj në mas dhe jepni ju thot janë besimtar të mirë ata të cilët japin edhe publikisht po edhe fshehurazi. Pra ka nevojë që disa aktivitetet të cilat i bëjnë, në veçanti aktivitetet të cilat i bën dhe do t'i bëjnë në vazhdimsi dhe mendojmë që në vazhdimsi sektori për humanitet për ambashisë islame, nivel republikan, por edhe në nivel lokal, pra në muftininë e Tetovës, do të zhvillohet duke qenë pranë nevojtarit kudo që është, duke qenë pranë atij i cili sot i mungon një shtrat, i mungon një haje, i mungon një pagesë, një fakture, mungon një streh e ngrohtë, pra dhash Zoti që këto punë t'i bëjmë dhe do t'i bëjmë publike duke i kursyer emrat e njerëzve, vetëm që të nxitim pra atë shpirtin human që e kemi ne tek ne, që ne gjithmonë të jemi bamirës dhe të arrijmë atë që synojmë xhenetin. E dihet se pejgamberi alayhis salam ka thënë se xheneti ka 8 porta, 8 dyrë, edhe njëra nga ato dyrët e ka emrin dera e sadakas, e bamirësisë, dhe është nderi i madh atë ditë ai i cili do të futet në xhenet përmes kësaj dere, e cila është shumë e bekuar nga se do të jetë njeriu më përgjithmonë në xhenetet e Zotit. Allahu na mundsoft inshallah. Amin. O zhëndura Ramazani përveç virtyteve dhe emrave të shumtë me të cilat ne emërtojmë, gjithashtu është edhe muaji i solidaritetit. Pse pikërisht Ramazani, muaji i bamirësisë, i solidaritetit? Realisht muajin e bekuar të Ramazanit e ka cilësuar si muaj i solidaritetit, bamirësisë, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duke na dëshmuar në praktikën e tij si pejgamber, kur gjatë muajit të Ramazanit përcjellën Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhis salam e shtonte lëmoshën, sadakan. Dallonte pra nga muaj tjerë të vitit, edhe pse pejgamberi alayhis salam asgjë nuk mbante për vete. Gjatë gjithë jetës së saj, gjithë dhuratat, sendet të cilat i ka pat, i ka shpërndajt me besimtarët, në veçanti pejgamberi alayhis salam gjatë Ramazanit reflektonte duke qenë shumë human, shumë solidar dhe shumë bamirës. Dhe parashtrohet pyetja pse pejgamberi alayhis salam e ka veçuar këtë muaj në këtë formë, nga se dihet se shpërblimet të cilat janë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit janë shumë të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Mjafton ajo që është një mundësi e madhe ku Allahu u thotë se mes meje dhe robit tim në sofrën e iftarit, kur ai do të më lutet mua, nuk ka asnjë perde. Ndërsa Musa alayhis salam i tha, o Musa, tani që ne bisedojmë njëri me tjetrin, mes teje dhe me janë 70.000 pengesa perde. Pra, mundësit janë të shumta, shansat janë shumë të mëdha, sa që ne këtë muaj të shenjtë kemi më 29 ditë, dhe unë e djep ata në xhuma, thash xhamatit, nëse huqim, nëse na ikën një ditë, subhanallah, nuk është e si njëherë në jetë të jepet një shans. Në biznes njëherë mund të jepet një shans për të fituar dhe nuk të kthehet më kurrë. Ndërsa gjatë muajit të Ramazanit ne kemi 29 shansa të arta, mundësi të arta, që do të thotë se në muajin e Ramazanit pra rahmeti, mëshira dhe mundësit janë shumë të mëdha, rahmeti i Allahut, dhe pikrisht pra pejgamberi alayhis salam këtë e vepronte. Nga ana tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lajmëronte besimtarët për ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, ai përshkruante si një muaj madhështor, muaj Kur'anit, muaj i natës së Kandrit,
muaj ku hapën dyrët e xhenetit, të mbyllën dyrët e xhenetit, muaj i sabrit, durimit, muaj i teravive, dhe në fund, ku thashtë edhe në fillim se gjithmonë atë që donë njeriu ta përcjellë e le për në fund. Mesazhi i hadithit të pejgamberit është se thotë se ai i cili i shtron një iftar, vllau të tij agjërueshëm, fiton sevapet e agjëruesit duke mos ja marr sevapet atij i cili agjeron. Pra, ky muaj është muaj i sadakas. Dhe nuk o rastësisht se dhe Bajrami, dita e Bajramit, pra, ky Bajram e ka emrin Fitr Bajram. Dhe Fitr është ndarja e lëmoshës që secili nga ne, që jemi të gjallë, që nga fëmiu që është në krah të nënës, e deri tek plaku i cili është në moshë të thellë dhe është i liruar nga agjërimi, por secili nga ne si musliman, që ne kemi për obligim ta ndajmë fitrin, dhe kjo tregon se kjo adhurim, siç është Ramazani, agjërimi i Ramazanit, e ka ndërlidh ngusht afërsinë me Zotin, se Ramazani këtë qëllim e ka, të afrojë me Zotin, është një paralele afërsia me Zotin dhe afërsia me njerëzit të cilët kanë nevojë. Andaj edhe ditën e Bajramit e ka quajtur dita, do ta thoja unë, dita e humanitetit, dita e lëmoshës për ata të cilët kanë nevojë. Thonë, përveç se vlera Ramazanit e madhe dhe ai finalizimi, domethënë, i Bajramit është ajo që themi në shpesh qershia mbi tort. Do krejt ky muaj ka të bëjë me bamirësinë. Me që jemi te bamirësia, ndalgadal vazhdojmë te tema, po te pika më kulminante e kësaj bisede. Është nderuar me që ju me vite merrni me çështje humaniteti, bamirësie, së fundmi edhe përgjegjës i sektorit të humanitetit pranë Meftinisë. A mund të përmendni disa aktivitete që ka sektori për humanitet gjatë këtij Ramazani, aktivitete të vazhdimshme, thonë që jeni çdo herë aktiv? Nga përvoja e së kaluarës, se përvoja thonë është shkollë në vete, dhe ajo që ne synojmë që institucioni i Bashkisë Islame të jetë referencë për gjitha çështjet e shoqërisë, meqense është një institucion që është i lidhur ngushtë me besimtarin, nga nevoja por këtë fush lindi edhe nevoja e krijimit të formimit të këtij sektori të ri, që është sektori për humanitet. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit janë disa objektiva apo disa plane të cilat ne do t'i realizojmë, dhe ajo që është më madhorja, më e madhja është shtrimi i iftareve të cilën e kemi bërë ndër vite, edhe atë iftaret për studentët që janë AIKA, është tanishmja dhe ardhmja e shoqërisë tonë, studentëve që është krenari për muftininë e Tetovës, por falë donatorëve, besimtarëve të mirë, që ne gjatë Ramazanit, ashtu si Ramazani, kur vjen, bashkon që nga besimtarin atje në Japoni, dikun të larg, dhe nga ana tjetër dikun të larg për te, andej ka ana e Floridës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nga Alaska atje në veri deri në jug, pra të polet e tokës, në iftaret që i shtron muftinia e Tetovës bashkon gjitha trojet shqiptare, ku ne jemi nda padrejtësisht, na ka nda fuqit e mëdha ndonjëherë, dhe Zoti inshallah të jenë kufi formal dhe ne edhe ashtu me besim jemi të lidhur, dhe në praktik ne gjatë Ramazanit i bashkojmë trojet. Dhe pra sa është një gest human, po aq është edhe një gest shumë i madh edhe kombëtar për ne, nga se ne në sofrën e iftarit i kemi në një tavolinë, këtë e kam nga përvoja, kur kryetari i komunës shpreu dëshirën të ha një iftar me studentët, dhe ata të cilët ishin të rit, që janë vullnetar, që shtrojnë iftarët e lagjes, atje ku i kemi objektin,
caktuan që unë ta pres dhe ta shoqëroj gjatë iftarit kryetarin e komunës. Ai erdhi veti treti edhe unë me një mikun tim, 5 veta, ja që gati edhe një disa minuta kishte edhe të thirrje ezani, kur që hyrën një 3 student. Edhe ata më thanë, hoxha, këto kanë ardhur, ama nuk ka vend. Tash ka vend, jo. Do të ngritet hoxha, ai që më shoqëronte, bili ishin 4 student. Edhe 2 të kryetarit mora lejë, thash, apo këto di rregullojmë që dërkunt, ti unë gjim studentët se ai nuk e ka nanën këtu as babën. Po. Ai nuk e ka shtëpinë vet, nuk e ka as dajen, as axhen, as tezën, nuk e ka as hallën këtu. Dhe pasi ulën, ju ofrova, thash, këtë iftar da mbani mend. Kisha qef edhe unë një iftar të tillë të ha gjatë kohës kur kom qenë si student, nga se thash, ai njihni këtë, ato nuk e njohën, jam të ri. Thash, kjo është kryetari i komunës të Tetovës. Edhe njëri pita pika unë jam prej Tirane. Subhanallah, Allah i kish mbledh krejt të rojet shqiptare, tjenë për iftar që aty me një vetë. Tjetrin e pyeta, tha jam i Mitrovicës, tjetri ishte Mungabosha i Preshevës dhe i 4 ishin nga Tuzi të Malit të Zi. Edhe thash, kjo është ajo madhështia që ka feja islame dhe forcën që ka iftari, që i bashkon në sofër besimtarët dhe atë sado që jemi dikund larkë, sofra iftari në bashkon. Pra, ne do të vazhdojmë me këtë traditë, që t'ju shtrojmë pra iftare studentëve, do t'jenë të pastaj ajo mbështetja sa i përket familjeve me të rrezikuara, me t'i asistojmë me ushqime, nuk guxojmë ne të kemi për iftar dhe syfyr, kur pejgamberi alayhis salam ka thënë nuk është muslimani mirë, besimtari mirë ai i cili bie në ngopur, ndërsa fëmijët e tij dhe fëmijët e tij bien të uritur. Pra, vetë Ramazani është një shkollë, një akademi që edukon ta kuptoj besimtari rëndësinë e nevojës që ka njeriu për ushqim dhe kur nuk është çfarë duhet të bëj. Pra, është një praktik, një shkollë, është një medrese që edukon besimtarin se ai duhet të jetë human. E kupton vetë besimtari nevojën që ka njeriu, nevojat fizike për ushqim. Pra kjo është një nga synimet e këtij ibadeti të madh që ta mësoj njeriu se nëse ty të mungon ushqimi gjatë ditës, se në gjatë ditës nuk konsumojmë asgjë, dhe janë ato orekset, apetitet, kërkesat e trupit, thotë shife kujtohe në këtë moment çfarë ndodh me atë i cili nuk ka, çfarë ndodh me atë jetimin i cili bab nuk ka, ndoshta edhe nën nuk ka, ndërsa ne kemi haruar dhe ati mungon korja e bukës. Pra do të vazhdojmë inshallah me fuqishëm me të jemi në teren, por gjithmonë mbështetjes njerëzve të mirë, human të cilët i ka Tetova edhe më gjërë. Allahu shtoft, këto që janë Allahu i ruajt. Amin. Hoxhë nderuar, e cekëm se ju keni provojnë këtë punë, është çështje e ndjeshme humaniteti. Ndonjëherë jo çdo kush që jep i ka mundësi të mëdha. Ndonjëherë dikush është si Ebu Bekri, jep gjithçka nga veçja, dikush është si Omeri, jep shumë nga veçja. Por të tjerët janë, domethënë, njerëz të cilët pak kanë, por atë pak që e kanë e japin për hir të Allahut xhaleshanu. Gjatë gjithë kësaj pune që u bëni vazhdimisht, me siguri u ka ndodhur të keni raste të dhimbshme, raste interesante, raste që janë shembuj për ne dhe për ata të cilët ndëgjojnë. A mund të përmendni disa raste të cilat gjatë kësaj periudhe ju kanë prekur më shumë dhe të japin një mesazh për shikuesit? Për sa të jemi të iftarët, një herë tregon përgjegjësinë që e kemi që merret me financat, sigurimi, pra tubimin e mjeteve që donatorët shkojnë i dhurojnë për studentët. Është rast interesant në lagjen tonë e njifen, ashtu si shlifet secili, edhe i miri i keqi. Po. Njohom edhe ekonominë e secilit, forcën që ka, dhe dikundi disa ditë pasi që Ramazani ka filluar, ndalet një nën në moshë të thellë dhe thot kam qejf thot edhe unë të kontribuoj për iftaret.
Duke e ditë kim djali se ajo nuk qëndron mirë ekonomikisht, nga se shpesh herë ndihmojmë atë familje, e thotë edhe unë kom qef se i shoh të rejat, studentet, dhe edhe unë du të kontribuj dhe i qetë 200 dinar. Dhe këtë thotë, oj nëna jonë, thotë, nuk ka nevojë janë të pagume iftarët, thotë, jo, thotë, edhe unë du të fitoj një sevap, dhe këto paret janë paret e barnave që i marë brenda mujt, nuk do t'i marë barnat, Këtë muj, vetëm mos unë privoni që mos jemi edhe unë pjesë e këti karavani kaq fisnik dhe human. Kjo është shumë madhështore. Se njeriu nuk jep me xhep, jep me zemër. Dhe ana tjetër është kur një profesor ndalet, i njëjti i lagjes është kur dhuron komplet pagën e tij, duke ja bë me dije, thotë se vetë kum qenë student dhe jam profesor i këtyre studentëve dhe është krenari për ne, edhe si universitet, por edhe si lagje që të kemi njerëz të cilët janë në shërbim të studentëve tonë. Kjo është historia e iftareve që kemi shumë histori. Kemi një njeri cili lajmërohet nga Kosova dhe ka qef të dhuroj iftare për studente dhe më thotë se kishtë pagë, kishtë përcjell në Facebook dhe tha unë du tha një iftar cili është iftari më i shtrenjtë për studentet. Tash iftari më i shtrenjtë i studentëve është 1750 euro, edhe atë neve na vjen për ndryshe 550 porcione, ata të cilat merren me gastronomi e din se sa kushton. Nuk ka iftar nga viti i kaluar ndër 600 denar, kur tham kjo është e më e ulta. Të vetëm ta kam një kusht. Thash çfarë kushti? Thash më do ndalën televizor. Ta Hoxha Efendi tha, unë tha, Zoti më ka dhënë shumë. Më ka dhënë 2 vajza, i kam të mrekullueshme. Falenderoj Zotin për statusin që kam njëre në familje, por jam edhe një biznismen i fuqishëm, merrem me ndërtimtari dhe tha, u kam qef, tha, të vi aty, tha, jo për vete, tha, t'i bi vajza, tha, vajzën e madhe e kam 12 vjeqe, e vogla, tha, 8 vjeqe, që ato të jenë salën ku servohet ushqimi për vajza. Studentet dëshiroj që t'ja mbjelli kulturën që të jenë bamirëse se unë një ditë do të largohem nga kjo botë, du që pasuria jonë që është të jetë në shërbim të vlerave, në shërbim të nevojtarëve. Kjo më pëlqeu shumë, pra është ne nëse bëjmë një punë, puna më e madhe është se si të edukojmë fëmijët tonë, dhe ta edukojsh fëmijën që të jetë human në këtë kohë ku dëgjojmë shumë histori të trishta. Kemi harruar atë shpirtin që atja edukojmë fëmijët tonë, pastaj do të reflektoj, nëse s'kemi punuar me shpirtin e fëmijët, ne do të kemi goditjet e para, do të kemi nga njerëzit më të afër që kemi që janë fëmijët tonë. Duke munduar t'ju japim kushte duke ja plotësuar atë anën materiale, ne ja kemi zbe anën shpirtërore. Që kjo është shumë problem i madh. Po nuk e pat shpirtin, asgjë nuk ka ajo ana materiale. Dhe përsa i përket kësaj anës tjetër të sigurimit të streheve, të banesave, ishte një rast shumë interesant kur një person me nevoja të veçanta më dalin qytet dhe tha Hoxha Efendi, tha ku marrë vesh se je duke punuar të sigurisht një banes një djalit i cili ishte në karrocë me nevoja të veçanta. I qiti 500 dinar, tha, unë tha, dëshiroj, tha, që ai të ketë banes edhe pse unë nuk kam banes. Tha, dëshiroj edhe unë të kontribuj kaq kam mundësi. Kjo të regon se Tetova, Pollogu ka shpirt shumë të madh human. Dhe këto raste na bëjnë akoma më të fuqishëm në të vazhdojmë këtë rrugë, nga se fundja fundit Zoti do të na pyes neve pikërisht për atë se ne si ishim me njerëzit. Dhe kjo është provimi që shumë njerëz do të bijnë në ditën e llogarisë. Andaj do të ecim të në proceseve,
nga se këto janë nevojë për shoqërinë, dhe pikërisht muaji i shenjtë i Ramazanit është muaji i mundësive të mëdha dhe muaji i reflektimit të madh edhe në këtë fushë pra të humanitetit. Allah xhaleshani ju shpërbleft, faleminderit që ndajtet këto pjesë me ne dhe shikuesit, ishin pjesë emocionale të cilat inshallah do të na shtyjnë dhe besoj se do të na shtyjnë që edhe më shumë të kontribuojmë në këtë aspekt. Edhe një herë faleminderit që ishi pjesë e këtij podcasti, duke lutur Allahun xhaleshani që ju shpërblen fillimisht, që ju jep fuqi ku vetë themi ne në këtë punë që e bëni dhe të shtoj edhe bamirësit ashtu siç i ka hijet Tetovës tonë të bukur. Gjithsesi Tetova ka shpirt human, do është vërtetuar dhe në vazhdimsi inshallah do ta kultivoj këtë shpirt human. Amin inshallah. Faleminderit shumë që ishi pjesë e podcastit. Faleminderit për ftesën, miru takoshim në radhëve tjera. Faleminderit. Të nderuar shikues të podcastit, Tetova përveç se është qytet i universiteteve, qytet i dijes, vatër e dijes, është edhe vatër e bamirësisë. Ne këtë kemi vërtetuar dhe vazhdojmë ta vërtetojmë çdo vit. Humaniteti apo bamirësia bashkon besimtarët nga troje të ndryshme, ashtu siç shpjegoi edhe Hoxha, i bashkon ata të cilët i ndajnë kufit. Andaj këtë Ramazan ta shtojmë bamirësinë tonë fani ndaj të tjerëve. Sepse duke ushqyer dikon tjetër ne njëkohësisht ushqejmë edhe shpirtin tonë. Lutim Allahun xhaleshanu që neve të na bëj për atyre të cilët u lehtësojmë të tjerëve me bamirësi. Lutim Allahun xhaleshanu që neve të na bëj për atyre të cilët me pasurinë që na ka dhënë Allahu të ndikojmë për të ndryshuar jetën e të tjerëve. Deri në podcastin e ardhshëm, ju lënë në mëshirën e Allahut xhaleshanu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.